Ka përfunduar hetimi për tragjedinë në Koçan, ku në klubin e natës Puls humbën jetën 62 persona, kryesisht të rinj, dhe rreth 200 të tjerë u lënduan. Organi i akuzës, ndonëse se ka punuar me një ekip prej 13 prokurorëve, nuk ka arritur të gjejë prova për vepra tjera penale përveç asaj për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Prokuroria njoftoi se deri tani janë dëgjuar rreth 400 dëshmitar. Gjithsej, deri më tani në hetim për tragjedinë e Koçanit janë 59 persona fizik dhe 3 juridik. Shumica e të dyshuarve po ndiqen për vepra penale, vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme, për çka parashihet dënim me burg prej së paku 3 vite. Pa kufizim të lartësisë që nënkupton maksimalisht në 20 vite. Në 15 ditët e ardhshme, mbrojtja e të dyshuarve mund të dorëzojë prova të cilat do të analizohen dhe vlerësohen nga prokuroria, ndërsa pas kalimit të këtij afati do të ngrihet akuzë. Harku kohor i hetimit përfshin periudhën prej vitit 2012, kur është hapur diskoteka e deri në mëngjesin e kopshëm të 16 marsit të këtij viti, ku banorët e Koçanit dhe gjithë shteti nuk do të harrojnë kurrë. Në ndërkohë, do të vazhdoj hetimi tjetër, i cili po zhvillohet në kuadër të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku 14 zyrtar policor nga shtipi e Koçani dyshohet se kanë dhënë pëlqime se kabareja e shkrumburuar Puls i ka plotësuar kushtet ligjore për punë. Prokuroria njoftoi se një pjesë të dyshuarve po e ndjek edhe për veprën penale rishfet, me të cilën parashikohet dënim me burg deri në 10 vjet. Veç kësaj, një pjesë të dyshuarve ndiqen edhe për përdorimin e paautorizuar të mjeteve të zjarrit. Sipas dispozitave të këtij neni, dënimet për këtë vepër parashihen deri në 10 vjet burg.